Pas përfundimit të sfidës Vllaznia Tirana 3-1, trajneri Edi Martini u shfaq më i çlirët për mediat, duke theksuar rëndësinë e reagimit të skuadrës pas dizavantazhit dhe karakterin që treguan lojtarët në fushë. Ne kemi pas 5 lojtarë, 6 lojtarë me surume, 6 lojtarë me temperaturë. Bekimi ka kënë më këtë se tonë, nuk ka kënë asë mëram ngrumullim me ekipin, ka kënë në shtëpi, sepse s'doshim ta ndrojtë ambient edhe për faktin se mund t'ja transmitohet edhe lojtarëve tjerë. Unë s'kam që më thonë për Bekimin. Bekimi është, dhe më thonë, kur e pyta për para neshës sa ke temperaturën, më tha 38,5, i thosh ishte vendosur me i me lujtë, më thonë, aja sakrifisa që ja bëna shamu që do të mund një kujtonë. Bismarck ishte një nga protagonistët absolut të mbrëmjes në Loro Boriçi, duke u shpadhur në fund si lojtari i ndeshjes pas paraqitjes në klasike dhe goli që riktheu baraspeshë në momentin më delikat për Vllaznin. Ndihem shumë mirë. U bë një kohë gjatë që nuk isha shënuar gol. Ky moment më jep shumë besim dhe më shton motivimin për të ardhmen. Jam i lumtur që e fituam këtë ndeshje. Në prononcimin pas ndeshjes, trajneri i ri i Tiranës, Orges Shehi, pranoi se momenti që po kalon skuadra në kampionat është i vështirë, sidomos duke parë pozicionin aktual në tabelën e rënditjes. Pësosh nga gabimet tuaja është e mërzitshme, sepse janë disa gjëra bazë që në zonat rrezikshme nuk mund mbahet topi sepse është rrezik tek porta jote. Kështu që na vjen dhe keq se mendoj që për gabimet tona i dham dhe mundësi kundërshtare në ndeshje. Pas klasikes, Vllaznia dhe Tirana do të përgatiten për ndeshjet e mesjavës në Kupën e Shqipërisë, respektivisht ndaj Bylisit dhe Dinamos.